Gjiknuri u bashkua pas ditën e të martës, ftesës së profesionistëve të lirë për të qenë pjesë e bashkëbisedimit në përfaqësues të profesioneve të ndryshme. Takimi u organizua në një format të veçantë dialogimi, ku të pranishmit treguan interes për të ndarë me gjiknurin, ide mbi zhvillimin e mëtejshëm të qytetit dhe integrimin në këtë proces të gjithë aktorëve që operojnë në qytet. Keita Bregaj, që ishte organizatorja e këtij takimi, pohoi se në këtë qytet të gjithë na bashkon dëshira për zhvillimin e mëtejshëm të Vlorës, dëshira për të patur përfaqësues që punojnë krah nesh për ne, dëshira që Vlora të jetë qyteti që kishte arsyen e vetme që ne, edhe pse shumë të rinj shkuan jashtë për të studiuar, u kthyen në Vlorë për të jetuar. Deputetja Pranvera Resulaj, e pranishme në këtë takim, pohoi se Damian Gjiknuri si një eksponent politik ka qenë vazhdimisht një mbështetje për çdo në qytet, ndërsa kërkoi mbështetjen përmes votës për kandidatin Gjiknuri si një zë i fortë në mbrojtjen e interesave të komunitetit. Sot kemi të pranishëm nga të gjitha profesionet, duke filluar nga jurist, ekonomist, mjek, infermier, veteriner, mësues, profesionet të lira, robaqeps, dhe të gjithë na bashkon vetëm diçka, dëshira për ta parë Vlorën një qytet më të qëndrueshëm, më të menaxhuar. Dëshira që Vlora të ketë përfaqësues që të punojnë krah nesh për ne. Dëshira që Vlora të jetë qyteti që kishte arsyen e vetme për cilën ne edhe pse shkuam larg për të studiuar, u rikthyem sërish këtu për të jetuar. Nisur në vetë parë, nuk ka kush këtu në këtë qytet që nuk e ka provuar mbështetjen që Damian Gjiknuri i ka dhënë, e ka treguar që në radhë parë është njerëzor edhe vlerëson integritetin tek njerëzit dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe për qytetin tonë. Unë do t'ju ftoj që edhe ta mbështesim Damianin në mënyrë të tillë që zëri i tij të jetë sa më i fortë për ta kthyer pas kontributin që ne do t'i japim. Gjiknuri u përgjigj interesimit të profesionistëve mbi faktin se kur e ka nisur angazhimin e tij politik, pyetje të cilës Gjiknuri u përgjigj se rrugën e tij politike e ka nisur në vitin 2005, pikërisht në kohën kur Partia Demokratike betohej në parlament, ku formonte qeverinë e re. Partia Socialiste ishte në opozit, kohë kur shumë iknin nga partia, ndërsa ai vet atëherë u bë pjesë e pandare Partisë Socialiste, duke e cilësuar kohën e dur për të dhënë kontributin e tij në parti. Në vitin 2005, në ditën që Partia Demokratike formonte qeverinë e re dhe betohej në parlament, unë vendosa të bëhesha antar i Partisë Socialiste. Kur të tjerët iknin, se në opozit përgjithsisht ikin, unë shkoja. Dhe këtë karakter të kam. Kur tjerët ikin, unë shkoj aty. Unë vi. E pash këtë si oportunitet, si mundësi. Tash është momenti im tash për dënë kontribut, sepse dia shumë mirë që Partia Socialiste do kishte nevojë për njerëz të ri. Pyetje se çfarë mund të bëhet për të rinjtë e qytetit dhe si të bëhen ata faktorë të jetës në qytet. Gjiknuri u përgjigj duke theksuar se Vlora është një epiqendër zhvillimi, me aeroport, me port marine, investime që i garantojnë një të ardhme të jashtëzakonshme. Ai theksoi se të gjitha këto perspektiva zhvillimi kanë patjetër nevojë për të rinjtë e këtij qyteti, të cilët do të zhvillojnë profesionet e tyre. Çfarë mund të bëjmë ne për të rinjtë në Vlorë dhe si të afrojmë më shumë këtë realitet pranë të rinjve? E para, Vlora është epiqendër zhvillimi. Pra Vlora me aeroport, Vlora me i port marine, Vlora që është turistike, Vlora që është e bukur dhe që ka një të ardhme të jashtëzakonshme, mendoj që patjetër do ketë nevojë edhe për të rritur vlenjata. Qyteti do ketë shumë nevojë për njerëz, jo vetëm që punojnë, por që të zhvillojnë profesionet e tyre. Do të ketë perspektive edhe për të rritur kushdo të dojë ta ndërtojë jetën këtu. Vlora të integrohet siç duhet ekonomikisht me gjithë ato zhvillime që po ndodhin, patjetër do mundohem të mbroj që kapacitetet turistike që do zhvillohen këtu të kenë mundësi të punsojnë njerëz dhe të kenë programe të tilla që të mbajnë njerëzit në punë. Në fund të takimit, profesionistët e lirë i dhuruan Gjiknurit një pikturë ku pasqyroi harta e Vlorës me mbishkrimin e tyre mbi hapësirat e lira në hartë të shtrirjes gjeografike të Vlorës. Ne kemi përgatitur një pikturë që nuk ka mbaruar akoma, do mbaroj sot, sepse do shënojmë te hapësira ku gjendet harta e Vlorës, do shënojmë profesionet tona dhe në fund do t'i mbetet si një dhuratë nga takimi i sotëm shtapit të zotit Gjiknuri. Profesionin zënë si përjetshëm.